Selamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ardhja herët në xumo, na trego diçka për këtë çështje. Para se me të tregu une, të regom ti si ki kalu në unë. Alhamdulillah, shumë mirë. Kur erdhe, kur u ktheve? Para 3 ditëve. Mashallah, Allah i ka bu. Amin, inshallah. Edhe këtë që ke vëndu në kokë, atë shohim që është shumë? Qyteti më i mirë në botë. Aleikum selam. Hajde. Hajde gati. Hajde, Ardhja herët në xumo. tu gjematin tu do zëra që i ndëgjoni, tu shqiptate. Ka punë të veta. Po, ato punë të veta, ne punë të Me tonë. ardhë herët ditën në gjemon gjamit. Po, Kështu, shkurt dhe qartë. po, ne po. Thot pejgamberi Sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili vjen herët në xhami e ka se vapi kur me therë kurban një deve. Një deve. Sa pushton një deve? Mos? Po tash varet prej vendeve, ama mendoj që nëse e morim shembull Arabinë Saudite, vendet arabe, Po, ne? mos them tash prej 1.000, ama 1.500 euro deri edhe më lartë. Faktikisht i më dhon 2.000 euro në njoftë. Do me thënë ai që vjen i pari, shembull nëse falet xhamoja në ora 1 tash, por shembull vjen 12:30, në ora 12:30. Se ne edhe ligjëratën e fillojmë 12:40. Ne kemi xhamat, alhamdulillah, Allah i shpërblet që vin edhe më herë. Pastaj ai që vjen pak më vonë, për shembull, jo në 12:30, po në 12:35, ose 12:20, 12:40 minuta. Thot pejgamberi alayhis salam, Sallallahu alaihi wasallam. ai ka se vapin sikur me prej kurban një lopë. Edhe kjo kanë shumë. Po. Ai që vjen pak më vonë, e ka se vapin sikur me prej një dash kurban. Edhe kjo kanë. Po. Ai që vjen ende më vonë, jemi duke folë para se thire zanë, Po, dhe po. e ka se vapin sikur me prej një pulë. Se pula nuk prejt kurban, por asë se përdora fjallën kurban. Po, dhe po. Sikur me prej një pulë. Po. Ai që vjen më duke thire zanë në fund, e ka se vapin sikur me adhon një vesë, dikujt, Sadaka. sadaka ose dhurat. Dhe thot pejgamberi selam, do të thonë nën kuptohet brenda hadithit që kur hip hoxha Në hudbe. në hudbe, ta fillon hudbe, para se ta fillon hudben, ai që vjen në atë kohë, do të thonë melekët e mbydhin fletoren e Regjistrimit. po. Do të thonë, pastaj janë ato sevapët, ai që ndëgjon hudben, ai që e fal namazin e xhamos me xhamate, janë ato sevapët tjera, mirë po nuk e ke sevapin që e përmendëm më herët. Një deve. Po, mendoj që më ardhë ditën e xhamos pak më herët. O më hoxo, edhe qaj që i ven vënohet sa një voje si e ceket, një vesë sadaka, i ka punë shumë më mirë se qaj hitë që zver. Po normale, tash edhe e mira, ka lloj-llojshmëri të mirës ose të mirave, edhe të sevapeve, mirë po edhe mëkatet, edhe të këqijat, nuk janë njësej. Në më ka do një mëkat që e bën që nxjerr nga feja, dhe ka mëkat që Zoti e fal me një pendim. Mirë po, të mirat janë, ashtu Zoti ka dashur që na ka dhënë një mundësi që nëse nuk kemi mundësi për shembull me prej deve, që si kemi të holla, e kemi këtë mundësin tjetër, nëpërmjet shkuarjes herët në xhami me fitri se vapi sikur me prej kurban ose sadaka një deve. Allahu inshallah Në mënëson na shumë. bën mundësme sa më herët me shku në xhami të gjithë. Amin. Allah Një deri shumë Zoti, ju shpërblet. Selam aleikum. Aleikum selam.